Ndeshja e dytë e fazës finale të play-offit në volejboll për femra Tirana-Skënderbeu do të luhet ditën e martë ora 17:09 minuta në Pallatin e Sportit Faria Oti. Ky takim ishte planifikuar të luajë ditën e shtunë në të njëjtën sallë dhe në të njëjtën orë, por ndeshja nuk është luajtur pasi autobusi me cilin udhëtonin volejbollistët e Skënderbeut është përfshirë në një aksident në qafthan të Pogradecit. Nga ky aksident kanë mbetur të lënduara disa nga volejbollistët korçare, të cilat kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Prenjasit. Nisur nga gjendja e krijuar, kanë qenë zyrtar të klubit Skënderbeut, ata që kanë kërkuar tek Federata Shqiptare e Volejbollit një datë tjetër për zhvillimin e kësaj ndeshjeje. Federata ka caktuar ditën e martë për të luajtur finalen e dytë mes Tiranës dhe Skënderbeut. Kujtojmë se ndeshja e parë u luajt në Korçë dhe është fituar nga tiranëset me rezultatin 0-3 me setet 24-26, 17-25, 16-25, duke bërë kështu një hapje të vogël drejt titullit kampion.